Ka vibe tjetër kur ikën me dashur. Tjetër Për vibe, shembull, edhe tjetër vibe kur ikën me çunat. Totalisht Që tjetër kur e vibe. thu Amsterdam, siç hapëm neve thu vend çunash, a kupton ti? Iket vetëm me çunat e kështu. Jo më Po, iket ka atë un kam atje shoh shumë shpesh, kam pasur domethënë shumë shpesh grupe bra. njerëzish, çuna goca. Bra, ashtu po edhe çift olla iket, s'ka ndonjë gjë të keqe, a kupton? Mos ka sti çift në Amsterdam, po që Unë po them është një nga eksperiencat më të bukura në botë. Po. Ka shiju Domethënë pafundësisht ti shumë. mendon Gjë e që bukur. udhëtimi në Amsterdam ka qenë udhëtimi më i bukur që ti ke pas ndonjëherë? Një nga më të bukurit. Po më i bukur? Një më udhëtimi më i bukur. Varet në çfarë sensi, nuk e di. Në sensin që ty të ka shjuaj shumë edhe Londra ka qenë. Do i kisha bo dhe herë tjetër Londra ka vallaj qenë njëtën shumë e formë. bukur. sa ke qenë në Londër ti? Po. Për zotin, un kam dash me ik, po s'kam ik. Ka qenë unë ka rastis Do kom dash me ikat. ka rastis kurorëzimi mbretëreshës, edhe ishte gjithë Anglia në Londër, 4 ditë forta me diell, që s'para Pas ka qenë, pas ka lënë gjithë punën, se kështu kam gjuhë, lejm punën aty kur Jo, ishte gjithë Anglia në Londër. Është pushim. Përshëndetje. Unë jam Tomasi dhe jam nga Jo Veç Kullerat. Nëse s'na ke bërë akoma subscribe, çfarë po bën? Shko shtype butonin kanalin ton YouTube andale.al.